Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar një ngjarje që do të na rikthen përsëri në një histori. Ju e dini shumë bukur që Alba Pollozhani si banore e Big Brotherit fliste me shumë emocion, fliste me shumë nostalgji, fliste me shumë dashuri për partnerin e jetës së saj, për Limin. Ajo për Limin pranoi dhe tradhtin që Limi në fakt ja bëri publikisht me Dolçen, u mundua që të arsyeton Limin, u mundua që ato veprime të shëmtuara që Limi i bënte Alba t'i quan si normale, por siç duket, këtë herë Alba nuk është se ka toleruar veprimet e Limit, por në të kundërtën, edhe Limi nuk është se ka toleruar fjalët që Alba thot. Do të shikoni tani një fotografi, një shkrim që Alba ka shkruar, tani do ta shfaq për ju. Ajo thot që edhe shiu nuk do ta sjellë të njëjtën atmosferë, lulet e mia që mi dhe për Shën Valentin, duke gënjur publikun si kur ja ke dhënë një femrës tjetër. Do me thënë, Alba e nxjerrën Limin gënjeshtar, si kur Limi nuk dëshiron ta pranon tek të tjerët që Albën e don, por dëshiron të tregohet që ai është një kapo, edhe ka shumë vajza në rreth, ka shumë të dashura, ka shumë femra që po kënaqin shpirtin me Limin. Do me thënë, nuk e kuptoj pse ka përzgjedhur këtë rrugë. Ndërsa Limi, si përgjigje, e ka nxjerrë këtë foton që shikoni, duke i treguar Albës që pa marrë parasysh se sa do që të flasësh ti, unë kam femra dhe ndaj momentet me to. Këtu tani unë kuptoj që do me thënë marrëdhënia mes Albës edhe Limit nuk është që ka vazhduar jashtë shtëpisë së Big Brotherit, pa marrë parasysh që Alba u lodh shumë, qau shumë, u mërzit shumë, u stresua shumë, Limi përsëri ka vazhduar me avazin e njëjtë. Do me thënë Limi, jashtë shtëpisë së Big Brotherit, vazhdon femër në femër edhe ndoshta e ka me të drejtë sepse nuk ka ndoshta asnjë gjë me Albën, por derisa Alba thot që më ke dhënë mua lule për Shën Valentin, që nuk kupton që Shën Valentini ishte pikërisht kur Alba nuk ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, por ishte jashtë asaj, kjo tregon që Limi, do me thënë, e ka vazhduar marrëdhënien me Albën, por ndoshta te publiku apo tek ndjekësit e tij dëshiron të tregohet doktor Limi, ashtu siç në fakt është njohur që ka shumë vajza në rreth, që ka dhe shumë vajza që e duan, e suportojnë, i qëndrojnë pranë, do me thënë që e lusin Limin. Tani unë mendoj që Alba është duke aprishur i çik këtë lojën Limit që po e bën në rrjetet sociale, me sa unë kam arritur të kuptoj, duke i shkruajtur këto fjalët. Kjo tregon që Alba është e thyer. Do me thënë Limi, lulet të cilat ja ka dhënë Albës për Shën Valentin, i ka postuar në Instagram, kinse do t'ja jepte një femrës tjetër dhe këtë në fakt unë e kam parë këtë momentin sepse Limi e ka postuar për Shën Valentin, do me thënë tregon që atë ditë Limi ka qenë në drek me Albën, nuk ka qenë me një femër tjetër. Kështu që i bie që Alba e ka zënë mat Limin duke gënjur, si mendoni ju?